e nderuar kryetare e Kuvendit, të nderuar kabinet qeveritor. Për shoh që kohëve të fundit kanë ndodhur disa lajme që opozita e hedh gurin e mshif dorën. Sot deputetja Hikmete Bajrami më potencoi mua që kam lidhje me mafinë energjetike. Kjo nuk është e vërtet, për çdo gjë të konsultojeni njëherë me kolegët e tuaj nga grupi i Lidhjes Demokratike Kosovës që ka një lidhje të shkurt me personin që po flisni ju. E dyta, Baxhanaku i Lumir Abdigjikut, kryetarit ju, Besart Bajraktari, tregoni mirë qytetarëve, sot e nderi merr ky. Monten Baballaku, është kompania e Baballakut të kryetarit Lumir Abdigjiku. 2. Edhe gruaja e Lumir Abdigjikut ka themelu kompani për tregtimin e energjisë. E treta, tregoni qytetarëve që ti je pronare, burri është pronar një kompanie farmaceutike që dilni folni për shëndetësinë, tregoni qytetarëve. Përndryshe, leni propagandat qasnju Republikës edhe qytetarëve. Ju lutem.